që s'kishte kapacitet ushtria qëllimtare kombëtare ta zgjeroj veten e vet. Në doktrinën ushtarake, TUÇK-s kombëtare, kanë qenë zgjerimet dhe rritja e kapaciteteve nga Struga dhe në Kumanov. Brigat ka pas me funksionu në Strug, brigat në Kumanov, në Kërqov, brigat në Dibër, Tetova në Dion të Lumit ka pas me bë 2 brigata. Brigat kemi pas me bë Pejsa, Novosele, Gurgunice, te liçeni Andej, brigat Studeniqan, brigat ka pas me u bë batalioni i Lubotenit. Domethënë, nëse ne bëjshim 40.000 ushtar në të mobiluar në ushtrinë qëllimtare kombëtare, domethënë ishte ndryshe. Kjo marrëveshje është një kompromis. Shqiptarët kanë pas aspirata më të mëdha se kjo marrëveshje. Ne i kemi ditë kapacitetet e ushtrisë maqedonisë të asaj kohe, me numër, me armatim, me logjistik, me të gjitha. Ka qenë një doktrinë gjerë, nga të cilët kemi bën një kompromis që është marrëveshja e orit. Sot ti nuk don me realizu, është keq kuptim i madh.